Kryeministri zhduket, jam mbath. Është e papranueshme. Kisha kërkuar një interpelancë në lidhje me Air Albania dhe kryeministri, si zakonisht, ashtu si kërkova interpelancë për Jollin, për Thuman Kashar, kryeministri zhduket dhe delegon tek ministra për marrëdhëniet me parlamentin. Zonjës Ismaili, unë nuk kam si t'i kërkoj llogari për Air Albania. Ku e di zonja Ismaili se çfarë bën Edi Rama me Air Albania? Flasi për një kompani ajrore, shtetërore, që praktikisht vetëm transparencë nuk ka bërë, është e vetmja kompani, besoj, në Shqipëri, që as bilancin nuk dorëzonte. As bilancin. Ka falimentuar. Nga ta di ministria Ismaili se si përfundoi avioni Air Albania në Rusi. Çfarë mund të di zonja Ismaili për çfarë po ndodh në aeroportin e Vlorës? Është e papranueshme që kryeministri i Shqipërisë nuk pranon të vi këtu të japi llogari për çfarë ka bërë, për si abuzon me paratë qytetarëve shqiptar, përse si argjon miliona euro të popullit më të varfër në Europë, sepse do të udhtoj me avionin më të madh. Është e papranueshme, është një skandal i vërtet. Kërkesa ime është që kryeministri të vi dhe t'i përgjigjet personalisht kërkesave për interpelancë.